Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhe sërish në kuzhinën time. Për sot do të përgatisim liker me shije portokalli, me një ngjyrë teje të bukur portokalli pa ngjyrues. Është fiks koha e duhur për ta përgatitur dhe ta ruani gjatë gjithë vitit. Tash në prag festash nuk ka dhuratë më të bukur se një pije kaq të veçantë. Mund të qerasni për sebepe të ndryshme familjare si dhe për festa. Përgatitja është tepër e lehtë dhe e shpejtë, le të fillojmë nga puna. Si fillim do na nevojiten 5 portokalle, praporësisht 800 gram deri në 1 kg. Pasi kemi larë mirë me ujë të bollshëm duke i fërkuar me një sfungë gjerë, do i thajmë mirë duke i fshirë me një pecet të pastër. Ja pra ku i kemi gati. Do na nevojitet një tas ose një pjatë, gjithashtu një rende me dhemza të vogla. Nëse keni si kjo që kam unë në video, është akoma më e mirë sepse largon lëkurën shumë hollë. Do na nevojitet vetëm lëkura sipërfaqësore e portokallit. Por të dashur miq, lëkurën nuk duhet ta largojmë absolutisht te pjesa e bardhë e portokallit. Do nevojitet vetëm pjesa e sipërme e lëkurës së portokallit. Nëse do ta gryejmë trash dhe të marrim dhe pjesën e bardhë të portokallit, atëherë likeri do të marrë një hidhërim të lehtë. Sa më shumë ta kaloni, aq më tepër hidhërim merr. Kështu do vazhdojmë me radhë derisa të largojmë lëkurën nga të gjitha portokallet. Në fund do t'ju dalë praporësisht 3 lugë gjelle me lëkurë portokalle. Pjesën tjetër të portokalleve nuk do e përdorim në recetë, por do t'ju duhet i konsumoni sa më shpejt që mos t'ju prishën. Mund t'i shtrydhni ose t'i hani. Në një tas të thellë shtojmë 500 gram sheqer ose 2 goda plot nga 250 ml secila. Shtojmë dhe lëkurën e portokalleve. Do vazhdojmë mirë do e fërkojmë sheqerin me lëkurat e portokalleve, siç e shikoni në video, duke e shtypur me pjesën e pasme të lugës. Ky proces të dashur miq do zgjasë gjithsej 2-3 minuta, derisa sheqeri të laget plotësisht dhe të kthehet në ngjyrë portokalli të lehtë. Këtë proces sigurisht mund ta bëjmë dhe me dorë. Do ishte akoma dhe më mirë dhe më pak e lodhshme se me lugën. Do e shtypim dhe do e shkërmoqim në këtë mënyrë. Ky proces të dashur miq na ndihmon për përgatitjen e shpejtë të këtij likeri. Zakonisht ky lloj likeri do shumë kohë që të përgatitet, por me këtë recetë e keni gati brenda ditës. Ja pra siç e shikoni, sheqeri ka marrë ngjyrën e lëkurave të portokallit. Në një tigan ose në një tenxhere të vogël, shtojmë brenda sheqerin me lëkurat e portokalleve. Do na nevojitet 400 gram konjak ose verë e bardhë, sipas dëshirës. Nëse nuk doni asgjë nga të dyja, mund të përdorni raki ose vodka, sipas dëshirës çfarë juve t'ju pëlqej. Nëse do i matni me goda, do i nevojiten 2 goda 200 ml. Mos keni hiç merak dhe nëse përdorni raki, do të marrë një ngjyrë teje të bukur. Do të marrë një ngjyrë pak më të lehtë se ngjyra e fantës, ndërsa me konjak dhe verë me një ngjyrë pak më të theksuar. Mos keni hiç merak nëse përgatisni me raki ka për të marrë një ngjyrë portokalli shumë të bukur. E vendosim në zjarr mesatar duke e përzier her pas here derisa të shkrijë sheqeri. Pra nuk do na nevojitet ta zjejmë as pak, vetëm do ta nxehim sa të shkrijë sheqeri. Ja pra ku e kemi gati, largojmë nga zjarri. Sheqeri ka shkrirë dhe është pak e nxehtë. Do vazhdojmë do e hedhim me një tas. Nëse është tepër i nxehtë, do e lini pak të ftohet që mos t'ju thyet tasi. Ekziston dhe një mënyrë tjetër, pa e ngrohur hiç, mund ta lini të shkrijë vet avash avash duke përzier her pas here pa e nxehur hiç. Unë ju tregova mënyrën më të shpejtë dhe aroma portokallit del më mirë në këtë mënyrë. Dhe tani kam shtuar 600 ml raki. Mund ta zvendçoni me verë të bardhë ose vodka. Siç ju thash, unë kam përzier 2 pije, konjak dhe raki. Nëse doni, mund të shtoni vetëm një pije. Zakonisht përgatitet me raki ose verë të bardhë. Gjithsej nga të dyja pijet do nevojitet 1 litër, pra 400 ml konjak dhe 600 ml raki. Mbulojmë tasin me nylon foli dhe e lëmë në temperaturë ambienti për të paktën 1 orë deri 24 orë. Ose mund ta përgatisni që në darkë dhe të nesërmen e kemi gati. Është një pije të dashur miq që do thosha unë preferohet më tepër nga gratë. Është e ëmbël dhe ka një aromë fantastike portokalli. Fiks për festat që ta pini të freskët me kënaqësi. Dhe tani do vazhdojmë ta kullojmë. Këtu të dashur miq kam 2 lloj kulluse. Një kulluse të hollë dhe një të trash. Nëse nuk keni kulluse të hollë, mund të përdorni burrulluk. Një copë burrulluku do bënte një punë perfekte.
E hedhim avash avash në një kulluse dhe do vini re që sipër mbeten lëvorët e portokallit, të cilat tashmë e kanë bërë punën e tyre, kemi marrë ngjyrën dhe aromën e tyre. Do i shtypi mirë me një lugë në këtë mënyrë. I ruajmë në shishe qelçi në një vend të freskët dhe të errët. Do i ruani si çdo pije tjetër alkolike që keni në shtëpi. Shumë e rëndësishme është kapaku të jetë fort i mbyllur. Dhe ja pra të dashur miq, po përfundojmë dhe me recetën e sotshme. Liker portokalli me aromë dhe ngjyrë speciale. Ka një shije fantastike që me siguri duhet ta provoni. Le të ngrem një dolli për shëndet dhe mbarësi për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Gjithë të mirat, bashkë mirë dëgjofshim në recetën e radhës.